إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla shanu. Selamet ja dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Çojmë selam mbi shokët e tij të ndershëm, të dashur vëllezër besimtar, për arsye se neve na kanë dhënë mësime të mëdha shokët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, saqë ato mësime po mos t'i ke shkruar historia islame dhe me i vërtetue, do më thonë detajisht, vështirë kanë me i përcetu veprat e tyre të larta të cilat i kanë bërë. Na kanë lënë shumë ngjarje dhe shumë tregime që neve si besimtarë na dhanë mësime për jetën. Neve sot do të tregojmë një ngjarje që ka ndodhur në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë pres i muslimanëve, kryetar i vendit, khalife i muslimanëve, dhe ka ndodhur një ngjarje interesante në kohën e tij. Në Medinë kishte qenë një njeri i cili e kishte një kopsht shumë të madh dhe të bukur që posedonte lloje të ndryshme të frutave dhe pemëve dhe perimeve në të. Duke kaluar një njeri i cili kishte bagëti me vete dhe kishte deve me vete, dhe di që devet e kanë qafën e gjatë, u afrua një prej deveve të tij dhe po merr nga pronari i kopshtit dhe po hanë, dhe më thonë gjëra që janë brenda kopshtit. Pronari i kopshtit u nevrikos shumë. E mund një guri, e gjujti devën dhe e mbyti në vend. Për shkak se i hyni pak në megj. Ngrani diçka nga kopshti i tij. Pronari i devëve u nevrikos, e mrodhai një guri, e goditi pronarin e kopshtit dhe e mbyti. Çka ndodh kur njeriu ngutet. Dhe djali i këtij kopshtarit e mor atë njeri dhe çoi te Omeri radhiyallahu ta'ala anhu dhe i thot, kjo ngjarje kështu ka ndodhur. Omeri pasi e vërtetoi që ashtu është ngjarja, sepse nuk mirret me pyetje dhe nuk mirret vendimi pa e vërtetuar mirë ngjarjen, që shkon për gjykatësit më shumë. I tha o ti djalosha, e din që ne pastaj do të me marrë vendim me vdekje për ty, sepse ai që e mbyt një njeriu në Islam mbytet, nëse mbyt qëllimisht. Tha po, tha o prisi besimtarëve, po jepëm tha afat 3 ditë. Jepëm afat 3 ditë, tha se unë tha jam duke i mbikëqyr do jetima, tha, në shkretir larg, edhe posedoj pasurinë e tyre, edhe këm groposta me një vend që në qoftë se tha unë mbytem, nuk ka kush që e din pasurinë e tyre, me vdekjen time humb pasurinë e timave. Më jep tha afat 3 ditë derisa të shkoj, tha, t'ja vdërzoj pasurinë, tha, edhe po kthehem. Omeri tha, mirë, tha, a ki tha dikën që një, s'po të një kërkush me dinë, a ki ndonjë njeri që hyn hipotekë për ty, që është dorëzan për ty? Tha, jo, tha, nuk kam. Edhe për ju drejtohet sahabeve në mezhlis, tha o burra, a ka mërë tha dikush që hyn dorëzan për mu, tha? S'penja askush. Ebu Dherri tha, unë tha hy, tha, hipotekë për ty. Ebu Dherri radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi i Resulullah, i cili imani i tij shumë i lartë, shumë i fortë, besimtar i madh. Omeri për thotë, o Ebu Dherri, a pe din që në hipotekë kur të hysh, shkon koka ty pastaj? Tha po e di. Tha liroj njeriu, shkoj. Shkoj një ditë nuk erdhi, shkoj 2 ditë nuk erdhi. Ditën e tretë, afër perëndimit të diellit, Ebu Dherrin për marrin dhe beqojnë me denu. Se s'po kthehet njeriu. Duke e denu Ebu Dherrin radhiyallahu ta'ala anhu, po vjen ky besimtar i sinqert, i cili e bëri një gabim pa qëllim. Po vjen erë të Omeri. Dhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e liroi Ebu Dherrin dhe pe i thot i njeriu, çka të shtyri me u kthy? Cila është shkak, cili ke shkaku që ti u ktheve, sepse ti ke pas mundësi mos më kthy fare hiç. Ky shehik, ky shkretin dikon, edhe s'kem njoft asnjë,
I shku e budherrin venteje, cili tha shkapo, a njëri që është i sinqert, ja ka frikën Allahut, ai e din që s'ka ku ik prej Zotit e tij, nëse nuk mundet me kap ligjin në dynjë, e kap botën tjetër. Tha o prisi besimtarve. Tha ajo që më bëri më u kthy, tha, është, thash mos thojnë njerëzit që pas ka hub besnikria në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. S'pas ka marrë njerëz besnik në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pas kanë marru musliman, s'ka më besnik të ta. Kjo tha më bëni që më u kthy. Sepse muslimani është besnik. Muslimani kur e fjalën e mban fjalën, nuk gënjen, nuk tradhton, nuk mashtron. Thot kthehena mas 3 dite, kthehena mas 3 dite, edhe u kthy. Në rregull, pi drejtohet e Budherrit dhe pi thot, ti tha, qysh guxove tha me fut kokën tonë hipotekë të një njëri që nuk e njeh. Sahabi Resulullah, tha o prisi besimtarve, tha vetëm një shkak tha mbëri, tha që unë tha me u fut hipotekë për këtë njeri që se njofta, tha, e ajo është që mos thojnë të tjerët s'pas ka met burra ma në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. S'pas ka më burra, pas ka ndek. Tha burnia, sepse ky met ka pas burra që kodrat i kanë ndrihet. Për shkak burnis tyne na thojnë asot la ilaha illallah, edhe folmi gjuhën shqipe. Për shkak burnis tyne nuk do të marrë këto jo kur. Na thojmë la ilaha illallah edhe folmi gjuhën shqipe, dikë që më thot sahabët na shqiptar jena. Po, Allah i dashur, se mësë me pa qenë islami, edhe mësë me pa qenë ata që ju nërë dhe Istanbul, e pastaj këta tjerë të kanë shty pak të i këto, na sot kishme folë serbesht. Sepse ky din e ka rujt kombin shqiptarë, shkojnë të ka të thojnë të tjerët. Kjo është e vërtetë dhe kjo nuk mund të askush me mu. Ka pas burë. Dhe kur djali i kopshtarit që unë bët për i ndëgjëm të fjallë, tha o mirë el mu'minin, tha edhe unë për ja fali këtë. Ma ka mytë babën, tha po për ja falë edhe. Tha e pse ti për ja falë? Tha o prisi besimtarë, tha, mos menojnë të tjerët që në këtë umet pas ka shku falja, s'pa falë ka ma për kush. Mos thojnë dikush nga jashtë që s'pas ka njeri që do tani për ja fali që ti gjakun, për ja fali këti borqin, për ja fali këti gabimi. Për këtë shkak tha edhe une për ja fali këti gjakun e babës. Dashër vëzër, këto historinat bukra islame, neve në dha mësimet dhajnë. Prej mësimet që ne këtë të tregim është që njeriu nuk do të më ungut në veprimet e tij. Kur mos ungut kur je i nevrikosur, mos merr vendime, merr rregull. Mos merr vendime duke qenë i nevrikosur sepse pastaj pendohesh. Kopshtari ka marrë vendim kur ka qenë i nevrikosur, shkoi krejt. Ky djalosh mor vendim dhe mbyti kopshtarin, ketë i shku koka. Prandaj është një rregull, mos merr vendime kur je i nevrikosur dhe mos jep premtime kur je i gëzuar. Edhe një herë, mos jep premtime kur je i gëzuar. Se e shfrytëzojnë granimi shumë tani pastaj. Qoftë jesin. Edhe mos merr vendime kur je i nevrikosur. Sepse pendohesh. Kur je i gëzuar, çfarë të shfrytëzojnë njerëzit? A më bën këtë punë, a e kryen këtë punë ti? Po, dhe sa problem, a se këti që ka thonë eqë. Shtinë edhe me nënshkru, bëhë. Mësimi tjetër dashur vëllezër. Përkushtimin ndaj jetimëve bën çuditëra. Përkushtimi mbi këshyra e jetimëve. Mbajtja e tyre, ushqimi i tyre, përkujdesja ndaj tyre. Allahu xhalla wa ala bën çuditëra me robën e tij. Bën ndoshta shkak që me afal të tjerët edhe gjakun. Sikur se që ka ndodhur me këtë rast. Dobia tjetër të dashur vëllezër, ky umet ka pas burra dhe do të ketë burra dhe do të ketë njerëz besnik dhe do të ketë besnikëri dhe do të ketë falje gjithmonë. Sa kemi nevojë në kohën e sotit të dashur vëllezër të përvetësojmë këto cilësi. Të kemi besnikëri me njëri tjetrin, të jemi besnik. Sepse është hap mashtrimi, është përhap shumë mashtrimi, është përhap shumë gënjeshtra, është përhap shumë tradhtia. Besnikët shumë pak janë në mesin e popullit në krahasim me të tjerët të cilët janë për interes më shumë se sa që janë besnik. Sa ka nevojë ky popull për burrat të denjë të cilët ja kanë frikën Zotit xhalla shanuhu, punojnë për të mirëqenien e tyre, për mirëqenien e popullit, për mirëqenien e shtetit, ka nevojë për burra të cilat
e din që Allahu i vrojton dhe i shikon, edhe kur ata e din që Allahu i shikon dhe i vrojton dhe i shikon punët e tyre, padyshim që kanë mu bë të dobishëm në vendin ku jetojnë. Sa kem nevojë me afal njëri tjetrit, kur jem bë sikur se delet në veshjet tona, e sikur se oqërit në zemrat tona. Sa kem nevojë me afal njëri tjetrin për gabimin që e bëjmë. Sepse të gjithë ne jemi gabimtar, e më i miri për i gabimtarëve është ai i cili pendohet. Dashur vëllezër, dobia tjetër na kanë lodh sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Na kanë lodh neve si gjeneratat të ahiru zamanit. Jo që ata na kanë lodh duke na shtyp neve, po çfarë vepra të mëdha kanë bë ata që na me punu 24 orë pa janë do me vepra të mira, nuk mund me arrit as të papuqet e tyre, të këpucet e tyre. Kam punuar shumë sa që këto me i spjegu me lafe është kollaj. Me hi hipotekë për dikon që është besimtar, me fut kokën, nuk është kollaj, nuk e bën çdo kush. Me afal gjakun dikujt, nuk është kollaj. Lypsit iman, lypsit besim, lypsit sakrificë, lypet ndrydhje e nefsit e vetës. Me qenë pres që gjykon me drejtësi, lypsit drejtësi, lypsit iman, lypsit njeri i cili ja ka frikën Zotit e kështu me radhë. Prandaj dashur vëllezër, ky tregim neve na jep mësime që ta vazhdojmë jetën tonë, duke qenë besnik, sepse historia pastaj shkruan për ta, dhe Allahu xhalla wa ala i shpërblen ata, sepse Allahu i don siddiqunët, i don njerëzit e sinqertë, saqë në duan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e ka bënë ajetet e Kur'anit që Zoti na mëson të Allah, më bëj që të jem në xhenet me kon me nebijin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. O Allah, më bëj që të jem në xhenet me pejgamberët, me dëshmorët, wa siddiqin, me njerëz të sinqertë që janë besnik, wa salihin, me njerëz të devotshëm. Sa shoqëri e madhe dhe sa shoqëri e mirë janë ata. Sa kem nevojë me qenë burra të vërtet, burra që kur e jep fjalën e mban fjalën, sepse jo çdo mashkull o burr, jo çdo mashkull o burr, e çdo burr është edhe mashkull. Të kuptoni mirë. Jo çdo mashkull o burr, e çdo burr është edhe mashkull. Sepse sot mashkull ka shumë, po burra janë ata që janë të vërtetë dhe janë pak. Ne lutsemi Allahun xhalla wa ala që t'i përvetsojmë këto cilësi të larta, të jemi prej atyre që janë besnik, janë të sinqertë në punët tona, në veprat tona, në raportet tona me zveti, jemi falës, mirëqenës ndaj njëri tjetrit, të arsyetojmë njëri tjetrin, vazhdojmë rrugën drejt Allahut xhalla wa ala duke qenë ai i kënaqur me neve. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.